Mirëmëngjesi të gjithëve, ju uroj mirëseardhjen në emisionin Shtypi i ditës edhe ju. Sot është e diel, data shënon 26 prill, ne do të jemi në komunikimin ton të drejtë për drejtë, duke mirëpritur telefonatat tuaja në lidhje me temën e ditës për të dëgjuar opinionet dhe mendimet që keni, por jo vetëm. Është e lirë pasi jemi në një ditë pushimi dhe të gjithë ata që nuk kanë mundur të arrijnë të komunikojnë për gjatë ditëve të tjera të javës me kolegun Andi Kapxhiu, i mirëpres që në këtë të diel, në këtë mëngjes të komunikojmë dhe të japin mendimin e tyre, sigurisht duke respektuar patjetër edhe etikën në komunikimin ton. Uroj shumë që kjo diel të jetë sa më e mbar e bukur për të gjithë ju, moti është i favorshëm, uroj ta shfrytëzoni në maksimum, sigurisht pa haruar edhe shoqërimin e Report Televizion me programacionin e tij pranë jush. Tema e ditës për sot është: a duhet që seancat në GKK të transmetohen live për publikun? Sepse në fakt ka një nen të kodit të procedurës penale ku thuhet se seancat gjyqësore duhet të jenë transparente për publikun dhe të transmetohen, pse jo, edhe në media nëse ka interes, përndryshe ato quhen të pavlefshme. Përpos kërkesave që kanë bërë edhe figura jo pak të rëndësishme politike, të cilët janë marrë pandehur nga SPAK në çështje të ndryshme hetimore, me kërkesat e tyre që këto seancat jenë transparente dhe të transmetohen edhe për publikun. Në fakt është një vendim që është marrë më herët në kohën e Covidit, kur këto seanca janë pezulluar për transmetim për shkak edhe të përhapjes së koronavirusit, por që duket nuk respektohet sot nga institucionet e drejtësisë, si nga SPAK-u ashtu edhe nga GKK, ku kërkohet në fakt edhe transmetimi i tyre. Por jo vetëm, edhe tema është e lirë, mund të komunikojmë në këtë mëngjes së bashku edhe për çështje të tjera që keni dëshirë t'i bëni publike dhe t'jepni opinionin dhe mendimin e tyre. Do të mirëpresim edhe telefonatën e parë në këtë mëngjes, sigurisht duke patur parasysh edhe një komunikim sa më qytetar, patjetër, duke mos debatuar me njëri tjetrin, por që t'japim edhe opinionin dhe mendimin që keni në lidhje me çështje dhe zhvillime të rëndësishme që kanë karakterizuar, pse jo, edhe javën që po mbyllet me këtë të diel. Ndërkohë që do doja të referohesha pak edhe nenit 340, i cili përcakton në mënyrë taksative rastet e vetme kur mund bëhet përjashtim në fakt edhe nga parimi i publicitetit, mbrojtja e moralit, sekretet shtetërore, siguria e dëshmitarëve, rendi po ashtu i seancës, prania e të miturve e të tjerë, gjë që nuk ka ndodhur dhe nuk dim se këto seanca gjyqësore nuk transmetohen edhe për transparencë për publikun dhe sigurisht për të respektuar të drejtën e informimit publik. Kam në komunikim të drejtë për drejtë në këto momente një telefonues. Mirëmëngjesi, mirë se erdhët. Po, zotëri, u dëgjoj. Mirëmëngjes edhe ju. Faleminderit, mirë se erdhët, po? Po, që ka këtë të punë në seanca gjyqësore. Po? Jo, e mirë është të bë publike, po prapë që prapë shumë të rëguaj gjamat mund, që ku po publike që të nuk po, që ka kalëtorë dhe gjithë ka bërë qëtorë, që nuk kërkohë, që të rëgjashtë vite me në e këvajtë. E mirë ishte jo me morë dhe publiko me di që apo po të drejtësia, që po të drejtësia, po kështë ka drejtësia shka për të pasë kur. Kështë që drejtësia dhe të përkushtetashë, të mërshme dhe shkuqen nga ligë, shkuqen nga gjaku që kanë nga të ta kanë në fund, por që ata që shkanë stiu, nuk kanë gjak, shkanë një ju. Ata bojnë gjithë, ta bojnë gjithë vetë, dhe dojtë vetëm, që dhe dojtë, kapin që dhe të nësë, ta në nuk po adresit, në ose kotë kjo. Përse, tu është nërgjur kjo politikë 36 vjeçare, edhe kushtetuta, në favor politikanë, kushtetuta, në favor politikanë dhe jetë qytetarëve. Në qytetari si, i qovë se i zhinët i lamë bëlektrike jashtë shahatit, ata i kanë funë në bujtë. Edhe ka pasë që ashtë i kanë dekë, edhe në bujtë lërë, që kanë mujtë të pagu pare dhe dritëve, që është të në listiru bëjtë energi, nuk është të në shumë. Kushtë që kanë marrë me miliardë, e kanë shkaturë Shqipërinë, me gjithë që ka pak, që është me semele kanë shkaturë, edhe kërkush ka hinë bujtë, hala kanë një dhe të shkatë vogla, dhe kërëtarë bashkishe, dhe kërëtarë bashkishe, dhe ministra, që kanë në nuë kushtetarë. Nuk bënë drejtësia e vajzë, si do të bënë, të bënë, të më dash të bënë, nuk të bënë, dhe nuk bënë. E qartë. Mirë, zotëri, faleminderit shumë për telefonatën dhe për vendimin që datë në emisionin tonë. Gjithashtu, edhe ju, jeni mirëpritur sërish në programin tonë, mirëpresim një tjetër komunikim të drejtë për drejtë me teleshikuesit tanë, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Mirë se erdhët, zotëri, po. Çështja këtë dhe në live në fjalë ato gjyqi që dhe bëhet,
është gjë më e mirë dhe më ashtu. Bile, nuk e di pse këto e mbyllën spaku dhe gjykata, jo spaku, gjykata ka në detyrë, me qenë se që Covidi dhe me ropë se bepi dhe nuk asnjë gjë se ka dhënë lajm. Kur në një kohë, ose keni parasysh amyzyra ai që ishën 5 vete të AKS-it, ku e diskredituan, nuk i dhanë drafe, 2 vjet i hoqin ata skalpin e kokës, e në fund dolën pa faj, sepse gjyqin ja bën po këto të spaku, të i nxjerrin zënat, ja japin mediave, dhe mediat pasaj flasin sipas asaj tyre dhe të bëjnë dhe rolin e gjykatësit, rolin e prokurorit, edhe të gjitha. Këtu pra është gjë e mirë që duke dhënë live, atëherë shikohet se çfarë bëhet. Por gjithmonë gjykata është kam parasysh atë Ilir Beqës që prokurori dha një tjetër mas, tani gjykatësi i jep tjetër mas. Kjo është kundërshtim, sepse gjykatësi është atje për të përvuar akuzën që ngre prokurori ndaj të njëjtë pandeuri. Dhe këtu gjykata nuk ka të drejtë të ndryshojë, sepse nuk e ka gjykuar gjykata, e ka gjykuar spaku, prokuroria pra. Dhe çfarë bën gjykati? Gjykati jep tjetër, kjo është një shkelet e rëndë, nuk e di çfarë bën për shembull ajo Këshilli Lart Gjyqësor ose i dikët ose Inspektorati i Lartë të Drejtësisë dhe Komiteti i Helsinkit shqiptar që për të drejtë atyre që kërkojnë që atë punë e kafazi, u bë sikur ai Ilion Velia ose ky Ilir Beqë që e një kriminal ose Ilir Meta, një kriminal që futën kafazin. Nuk e di ku çfarë janë këta. Çfarë këto kanë formuar Republikën e prokurorëve, Republika Popullore, Republika Popullore është mbi gjithë këta, mbi gjykatës, mbi gjitha. Gjykatësi është ai që përpara ndan shrapi nga sheqeri. Do të dënohet apo jo? Në bazë provave që son prokuroria. Ku e gjeti provën ajo gjykatësia që thotë që i ndryshoi masën e asaj? Ose kam parasysh edhe të stati Sajmir Tahirit atëre organizat kriminale, më se thash fund fare, gjykatësi, ai e gjys pëllumbi ai gjykatësi, e ktheu ndryshe, tha për shpërim detyre, pa, shikohet çfarë bëhet. Dhe këto morën vrut edhe tani çfarë bëjnë? Prishin me fjalë. Jo, këtu ka, pra, këtu është gabimi që as KLG-ja, as Inspektorati i Lartë të Drejtësisë, se nuk marrin gjykim për këto masin të tilla që veprojnë në kundërshtim me ligjin. Dhe kjo është një fatkeqësi që neve vërtet kërkojmë një drejtësi, po kjo drejtësia tani shoh punon me 2 standarde. Edhe kur mirë e thotë edhe ai që të kriju e lezova ti të drejtë, ai që ai avokati tha. Më thënë ishin gjërat sipas gjithmonë avokati ishin gjëra absurde që ka për prokuroria bashkë me ato të gjykatës. Si dhe kush e di këtë? Kush merr masa për këta, për gjykatësin ose për prokurorin? Nuk e kam pasur të dalë këta të KLG-s mbledhen të thotë mas disiplinore ose mas ulën detyra më të thash. Prandaj qeveria e prokurorëve, qeveria e gjyqtarëve, KLP dhe KLG nuk ka marrë asnjë mas, ndaj atyre që mendoni se ka shkelur dhe ligjin në raste të tjera. Të tillë, prandaj nuk e di çfarë bëjnë them. Që të drejtat njeriut që ishte për shembull Komiteti i Helsinkit shqiptar që nuk u ngrit, po një gjë do kanë parasysh. që ata shkelit që kanë bërë, do të çështë kam qartë, do shkojnë në Strasburg edhe pasohet në nabin neve, sepse ato do të mirë, nuk ashtu në ato dënimi që kanë bërë, do të marrin lekun në ata. Kush ta paguajë që ti të ma gëllçit. Që ashtu ku vjen puni, do të marrë kokën lekun. Po kush do të paguajë? Ta paguajë ai prokuror ose ai gjykatës, të cilët nuk e ka gjykuar. Jo ta paguaj unë dhe gjithë neve që jemi taksa pagues, patjetër. Patjetër. Dhe kjo është një gjë shumë e rëndë. E qartë. Mirë zotri. Faleminderit që bët pjesë e programit, jeni gjithmonë i mirëpritur. Një tjetër telefonues në këtë mëngjes në lidhje me temën që trajtojmë sot, a duhet që seancat në GKK të transmetohen live për publikun si një drejt për informimin publik dhe dhënien e transparencës? Përshëndetje, mirë se vini. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zotri, u dëgjojmë.
duhet të flas pak shkurt fare. Po. Që kjo pyetje që keni shtruar ju, unë do t'i them përgjigje. Që a duhen dhe në live Seanca gjyqësore, po. seanca gjyqësore. Seanca gjyqësore nuk janë as ferma VIP, as Big Brother. Për të kënaqur publiku. Seanca gjyqësore janë çështje ligjore, të cilat kërkojnë drejtësi, çfarë? Kërkojnë rregull dhe seriozitet. Dhe këto s'mund të shikojmë ne të shtrirë në poltrona tonë, dhe marrim në përgojë dhe flasim. Ka forma tjera, ka forma shumë serioze, ka forma shumë të përpikta, që qytetarët të marrin vesh se çfarë ndodh në drejtësi, çfarë ndodh në prokurori, por në televizione është diçka absurde për mendimin tim. Prandaj ajo duhet më marrë si pyetje, jo si përgjigje. Mirupafshim. Mirupafshim, zotëri, faleminderit që u bë pjesë e programit tonë. Mirë presim një tjetër komunikim të drejtë për drejtë. Përshëndetje, mirë se vini. Po? Ju dëgjojmë. Alo, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, zotëri, po. Unë dhe ju e dim shumë mirë që politika është përkësia e këtij vendi, përkësia e gjitha. Kjo që unë mendoj që këto seanca nuk kanë të tjetër live në televizion, por gjykata t'japin një vendim të drejtë, edhe pjesa kryesore e mos kryetarës konfiskim i pronave të këtyre hajdutëve politika. Ne dim shumë mirë se çka bojë Gjermeta, e Rëmbelgia, e Beqa, e kompani, e krau tjetër, i Zbandot, e Albani Mami, e Sali Berisha, ne dim gjitha që kanë bërë këto. Kështu s'ka nevojë fare të gjejmë nga gjykata. Ne po presim si qytetarë që tyne të konfiskohet trona. Edhe për mua, edhe mos i donen fare s'ka rëndësi. Ti merret tronat që kanë vjedh nga djersa e popullit. Kjo është kryesorja për mua. Po. Sepse ato bëjnë vetëm show, edhe nëse do jepet lajt në gjykat, ajo përveç se do jepet një dallat qytetare, nuk do të jetë asgjë. Gjykata s'kan mendu, s'kan mendon do ta bëj. Ose pakën të patoj ligjin në maksimum. Sepse një qytetar i thjesht, për 50.000 lekë drita, është dënuar 30 burg, ka janë ndravë kanë tekë në përbudje. Kështu që gjykatët që të bëjë drejtësi, prokuroria të bëjë drejtësi, edhe është populli dhe jeshtë zakonisht i lumtur, i kënaqur, nëse konfiskohet pasuria e këtyre kriminalave. Sepse ne me sa shohim, rasti që pa vënë zotëria përpara, Samir Tahiri i ka plantacionet, se doli si grup kriminale me ato kushuritë e vetë nga Tepelene e ekipe, doli si grup kriminale në fund përfundojnë në plantacione e ka lokalin atë duku nga Baldus, nga Visha, me nga 15 hektar tokë. Në Sau ka blet prona pafundësisht. Me që e bleu me rrovën që kishte 800.000 lekë për 1 milion apo 2 milion. Kështu që populli pret konfiskim prona. Nuk ka nevojë fare për në show në për televizione dhe gjykimin e tyre. Faleminderit që u bë pjesë e programit. Mirpresim një tjetër telefonues. Mirëmëngjesi, mirë se vini. Po, ju dëgjojmë. Mirëmëngjes, zotëri gazetar. Mirëmëngjesi, zotëri, mirë se erdhët. Ja, por këta që keni shtruar aty në ekran, që thoni jo live, jo kështu, jo këto gjyqje janë bënë për ekran e zoj. Pashi një natë dhënrin e Sali Berishës që ligjeron të ke ai stacioni e ti Blendi Feziut, unë nuk kam faje, unë nuk kam boje, kjo prona ime, Sali Berisha kështu e Sali... Ja, të në gjithë bandit, gjithë kriminel, gjithë vrasës, gjithë hajdutën, të kanë vjetë kambi, po si më live, po që lidhje ka, po një marrë veshu ke ligjet që kushe dënonë, kushe drejtënonët që e do ka live e jashtë ati që ka aty që është ajo. Që janë këto njerëz mërë. Ora Sali Berisha kërkon për pjasët me Edi Ramën të njojtë popli. Po shlidhje ka kjo më këtëre të dy bandit. Këto ore nuk ka drejtësi dhe sa tjetë Sali Berisha Edi Ramën. Po kushe dënoj e Rion Velin, kushe more e futin burgë. Sali Berisha pra me Edi Ramën bashk e futën burgë. Qonë të njerëzit ke bashkije, shlidhje ka bashkije me shtetin, me ojzoj, me kryeministrin, qonë të tek liqin atë Jevgunezi, që o zonri socialistëve. E
lindë aty, djalin e Faribolliut, që motra Faribolliut ka qenë me diun atje që dojnë 26 vetë gërdet, po këta e në gjithë kriminellet, të në gjithë vrasës, dhe sa atje në të dy burë, këtë vend nuk gjenë karazoj. Me këta njerës, me këta bandit, me këta kriminella, me këta, po këta bëjnë ligjë shqipnime, shqip që bësë e liberishë mërë. Nuk e do Saljanin, po pse akuzon më gjithë, kam lësë e qela, thot i ka mush, ata salën atje, këto janë bandit, po i pari bandit ose liberishë, po i 36 vjetë në politikë, i dyti o e dirama, që e mbron këtë të shi, që e le kryetarë opozitë, po kush e dhe vullën mërti, kush e dhe vullën sa liberishë të jetë kryetarë partije më. Po këto janë kriminelle, këto janë vrasës, o zoj, me të njerës bëhajër këtë vend. Ku janë pensionet, ku janë rogët, këto, ore, kështu dhe maj po të rejtë, të mashtru këtë popullë. Po këto janë bandit, po këto janë kriminelle, këto janë vrasës. Këto janë bitë në verhoqës, ja shqitja në verhoqës e Rabi Zalizë. O zoj, nuk regullohet këtë vend me këta njërë, zoj. E qartë, mirë, zotri. Maskarejtet, palacët, o e doke live, e doke kështu të gjoj popli. Do gjoj popli, më mbarë veshun ke gjukata, ke prokuroria. Zoj, të lutem, mos talën, një gjë mediat po talën me njerëzit, zoj, se gjithë ato që i gjumojnë mrapa Sali Berishës, i pagun Sali Berishë ato gazetarët që i shkojnë mrapa. Ditë për ditë Sali Berishës në për ekranë e televizit. Kush është Sali Berishë, moj zoj? Është i akuzumë, oj zoj, është i shpallë në gradë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka minu demokracinë, zoj. Ka minu pësi mërë i shkoni mrapa, ti banditi, ti gërmugji, ti gjaje të 82 vjetë, do të broj familje, do të broj njerëzit e vetë mërë, ore këtë ka morë njëzën 3 qërëke dhe pranë në Shqipnisë, e dira më nga tjetër, këtë nga tjetër të e vetëm vjellin e kanë vrarë, kanë presi, kanë lo gjopa i bok t'i kompi. Po këta të dy bandit, po këta dy kriminelle, po këtë popë, Shqipër ka morë lapaj në i Saliu, po qësh lapaj morë 60.000 vota kundra Sali Berishës, jo që të votë me Sali Berishës, i bëjë thire ati shehej, që të mos bashkohet me Sali Berishën, me të bandit, me të kriminell, me të vrasës. Faleminderit zotri që u bët pjesë e programit, mirpresim një tjetër telefonues në këto momente. Përshëndetje, mirë se vini. Mirëmëngjesi. Po, ju dëgjojmë. Mirëmëngjes, Miljana Sjugujve. Faleminderit, juve mirë. Shumë faleminderit. Mirë se erdhët, po. Ne kemi 2 gangstera. Ta 2 gangsterat e kam rëthy Shqiprin keq. Me gangsterat nuk bëhet ky vend me 2 gangsterat. Këta 2 e kam marrë Shqiprin qaftë. Kush janë 2 gangsterat si pas me fjalë, kam marrë drejtësinë. Gangsteri 1 PS, 1 PD. Këta janë gangsterat, e mëdhenj. Janë 2 gangsterat. Këta e kam marrë Shqiprin edhe gjyqtarëve, gjithta nuk ka, e kanë zaptur ta. I kam marrë gjithë me oligarke, me të tëra, prandaj nuk bëhet ky vend i Miljana. Flasim atë që është, nuk kupton? Tani flasim në qoftë se ti ke vjedhur, jo dënor të vjet. Po do 25 vjet. Po ta mbajti vit, po ta mbajti. Ta bëj linjë të prerë, jo me luatje. Ligj i prerë. Kush është i korruptuar, kush vjet 25 vjet. Po ja mbajti 8 vjet. Kupton? Dënim maksimal. 2 vjet, po 2 vjet unë bëj 15. Po unë bëj 15. Dënim maksimal do të ketë me fermë, jo ligj me luatje. Maksimal do të 25 vjet, kush vjet të këtë vend. E gjitha e ka qaftarosur këtë vend, e ka zaptuar. Këtë vend ka marruar. Këta 2 gangsterat nuk bëhet Shqipëria me këta 2, këta mos o zot. I thot lubije. Ka lubije. Ka me lubije nga Saliu dhe Edi? Nuk ka, të 2. Po kush që vjet do të bedina pa Edin? Nuk vjet do të. Pra ne them që nuk bëhet ky vend i Mirupafshim. Mirupafshim, faleminderit shumë zotri për telefonatën. Mirpresim një tjetër komunikim të drejtë për drejtë në këtë mëngjes, në lidhje me temën e ditës, por jo vetëm, nëse keni dëshirë jeni të lirë diskutoni dhe për çështje të tjera. Mirë se vini, po. Ju dëgjojmë. Mirëmëngjesi zonjë, po. Mirëmëngjesi. Nuk kam një kërkesë, kam një kërkesë. Na thini një gazetar tutë dritaria në Durrës. Është këtu ke parku i autobusave, janë plerat, na mytën. Po? Janë plerat. A bon të mos i lam filtu. Nuk vin t'i pastrojnë? Në se din,
Tute zyrtarie ka qenë parku i autobusave ke dasti. Po pse nuk vinë t'i pastrojnë? Çfarë ndodh? Jeni ankuar? Ku? Sa se i ato vinë pena në ditë. Vinë makinat. Kemi bërë gjithë të kërkesë atje. Nuk e aprovat. Kërkesën. Po. Ndena dynjaja është. Do t'ja komunikojmë ju nuk ju fusi mëna, do ju fusi fësia. Kolegëve të Durrësit që Hajde sa më gazetarë fësia ta filloj. ta ndjekin. Patjetër, po. Pozojnë, do komunikojmë me kolegët e Durrësit. Po, e qartë. Mirë, falenderoj shumë që shqetësimin tuaj e bët publik në këtë mëngjes në emisionin ton. Faleminderit. Vijonit na ndiqni. Mirë, presim një tjetër telefonat me teleshikuesit tanë. Mirëmëngjesi, mirë se vini. Alo. Po, zotri, ju dëgjojmë. Mirë se erdhët, po. Report TV jeni? Po, Report TV, jeni drejt për zreti, ju dëgjojmë. Jo. Po e kanë në qëtë telefon. Jeni 2 vetë në telefon. Zotri, ju dëgjojmë, jeni live në këtë momente që flasim, po. Jemi 2 vetë në telefon. Zotri, më dëgjojmë? Po, gjë që mirë. Të lutem, flasim dhe komunikojmë drejt për zreti në lidhje me temën, keni një mendim? Po, kam. Patjetër, ju dëgjojmë. Nëpërmjet telefonit më dëgjoni, ju lutem, sepse vonohemi nëpërmjet ekranit. Besoj se jam e qartë kur flasim në telefon. Po. Do doja që nga regjia të qartësohet zotria që duhet të flas pak më shpejt, sepse vonojmë edhe teleshikuesit e tjerë të cilët përpiqen të kapin linjën në këtë mëngjes në emisionin tonë. Ju presim telefonatën e radhës. Po, zotri, po, ju dëgjojmë. Mund të flisni, po. Alo. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Më dëgjon? Mirëmëngjes. Ju dëgjojmë, po. Ratë parë, të uroj shëndet në familje në punë se je i gazetare për sosë. Faleminderit. Më dëgjon në telefon, të lutem, jo në televizor, sepse vonohemi shumë, zotri vjen me vonesë komunikimi aty. Të lutem. Në telefon të kam, nuk kam në televizor. Alo. Po, ju dëgjojmë. Alo. Mirëmëngjes. Mirëmëngjesi, mirë se erdhët. Ju dëgjoj, zotri, po. Po, ju dëgjoj. Mirëmëngjesi. Të uroj shëndet në familje dhe në punën. Shumë faleminderit. Ju lutem flasim. Alo. Ju lutem regjia, është e pamundur sepse me sa duket i shkon me vonesë audio nga ne dhe nuk jemi të qartë në këtë komunikim. Po, mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Mirë se erdhët, zotri, ju dëgjojmë. Zonë, lidhur me temën e ditës, unë do të thosha kështu. Po. Gjykata kundër korrupsionit dhe stafu duhet që të zbatojnë tamam të bëjnë drejtësi, të bëjnë parapërgjësi, të dënojnë ai gjyki që kanë 35 vjet që po e vjen një të shtetë. Më dëgjon? Po, ju dëgjoj shumë mirë, po. Kam një problem tjetër, kam një kërkesë, një propozim. Po? Ka mundësi, se jemi jo lodhë, po te lodhë, ka mundësi një ditë një javë, zoti të mos na jep një ekranet, qoftë tuajnë, qoftë në sapse tjera zonë Sani Berisha. Edhe në qoftë se bëhet kjo atë ditë as pavin 5 kombëtarë, se kemi 35 vjet që në çdo stacion e hap pultin dorë Saliu. Që nuk lëmë pasar Shqipëri e gjithçka të kundërshtar i shantazhon çfarë nuk bën. Vetëm ai është i kuruar. Nuk besoj se mund t'ju aplotësojmë dot kërkesën. Faleminderit shumë për telefonatën. Për sa kohë është aktiv në politik dhe ne jemi të detyruar për hir transparencës me publikun të transmetojmë gjithçka që prodhohet në media, nga deklaratat, nga zhvillimet që ka kjo forcë politike dhe aq më tepër duke qenë edhe ai leadershipi i saj, pra Partia Demokratike. Mirë, ne do të shkojmë në një hapësirë të shkurtër publicitare, mos u largoni, rikthehemi pas pak me komunikimin e drejtë për drejtë me ju. Mirë se u rikthyet në emisionin Shtypi i ditës edhe ju, vijojmë të jemi drejt për së drejti për të mirëpritur telefonatat tuaja në lidhje me temën e ditës, a duhet të transmetohen live seancat gjyqësore në GKKO,
Një ligj në fakt që detyron këtë institucion që seancat të jenë të hapura, transparente për publikun, për ndryshe ato quhen edhe të pavlefshme. Në fakt nuk bëhet fjalë në vetvete vetëm për atë se si e gjykon publiku, nëse është apo jo i drejt transmetimi i tyre, por nga pikpamja ligjore, duke qenë se është një ligj që këtë institucione detyron dhe të mos mjaftohemi edhe ne si media vetëm me informacione që na vijnë nga zyrat e shtypit, por për të parë në mënyrë të hapur dhe pse jo sekrete edhe dosjet hetimore në ngarkim të pandehurve të cilët të gjykohen në gjykatën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Kemi një telefonat në këtë momente që do të marrim opinionin dhe mendimin e teleshikuesve tanë. Përshëndetje, mirë se vini. Alo, përshëndetje. Përshëndetje, zotri, ju dëgjoj. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi, mirë se erdhët, po? Mirëmëngjesi. Mirë se gjetëm. Për temën e ditës sot, për mendimin tim të dy partitë qenë Sali Berisha, Edi Rama me kompani me tjerë, ta jenë hajdudo kriminella, sepse populli shqiptar pa vull. Gjithmonë, me të tana, me shmemet, me naftën, me të gjitha. Ka sa vjetë që ka ra tërmeti, është një në rrethin e lirës, a shqit tokën ka riparu shpinë dhe sot shpinë ja kanë përtu në 4 vjetë dhe banën për shpijet huja. Që është 85 vjeçar, a i do të desë shpijet huja se nështë do adherë burri huj se nuk do të bëjmë mërë në shpijet të ati tjetërit. Pra ndaj i lutëm, që ti marrin të masa me të gjitha se populli shqiptar është huj. Dhe sa ti Sali Berisha, me kompaninë e vetë, sa ti Edi Rama, me kompaninë e vetë, populli shqiptar ka për të vujtë. Se me një anë, si kur e ka falë zoti, një bëri mujtë, ndoshte ka njeri si s'ka 2 vjetë si s'ka la ujtë, për shumë, ka për të pagu 700.000 lekë. Ata kriminalët që kanë vjellë në rrugë dhe me tana me miliona, nuk bata zë O lutëm, i lutëm popullit shqiptar t'i këthej faqen Shqipërisë, se na jena ma zi se me vërhoqët. O t'i këthej faqen Shqipërisë, ta janë shqiptar, me në jo është atë dhevë. Po përshpes, palmeroj. Faleminderit, zotëri që u bët pjesë e programit tonë. Mirë presim një tjetër telefonat në këto momente. Mirëmëngjesi, mirë se vini. Mirëmëngjesi. Mirë se erdhë, zonjë dëgjoj. Për sa i përket temës të ditës. Po? E mirë është që ti jepen live. Por, në gjykat punohet me regula dhe me ligje. Për derisa, i Meta, apo kujdo tjetër, që është i prezumuar, i pafajshëm, apo dhe i fajshëm në atë seancë, në atë objekt të shkje, nuk lejohet që të jepet live, sepse në bazë të ligjit, këta njerëz, ka njerëz të cilët janë dëshmitar aty në ato çështje. Dhe në qoftë se këto dalin live, gjërat, se këta që janë dëshmitar, marrin vesh se çfarë thuhet dhe për çfarë akuzohet, apo për çfarë prova jep prokuroria apo gjykata në ato çështje. Prandaj nuk lejohet të jepen live këto gjëra, sepse dëshmitarët duhet të jenë prapa portës së gjykatës dhe presin atje që të dëshmojnë për fajtorin apo për mos fajtorin. Tjetra. Shqipëria ka një kryetar opozite, ka dhe kryeministrin e Shqipërisë. Tani, gjithë Shqipëria e di që kryetari opozitës vajti 36 vjet në kryetar opozite dhe sa tjetë si njeri kryetari opozitës, Edi Rama do të ketë pushtet. Kaq, mirë pafshim. Faleminderit zonë që u bët pjesë e programit tonë. Kaloni një ditë bukur sot. Ne presim një tjetër telefonues në këtë momente. Mirëmëngjesi, mirë se vini. Vjojmë e temën e ditës, por jo vetëm edhe me çështjet të cilat keni dëshirë të diskutoni në këtë mëngjes. Mirë se vini. Po. Tema e ditës është kjo, që gjithë këtë pasuri që targuam nga socializmi 45 vjetë kusht,
a je zonja ti si gazetare ose dikush tjetër të përgjigjet? Ku vajti gjithë ajo pasuri e madhe? Si mendon ti? Unë them që ardhja e Sali Berish dhe me gjithë pinjon morin dorëzim vetëm hekurullë 500 km i bie kryqe tërëtorë Shqipërisë. Ku janë sot? Ku janë fabrikat, 500 fabrikat socializmit? Ku janë pasuria ushtarake e pa fund, një pasuri shumë e madhe, shumë e madhe. Ku është pasuria ushtarake? Ku janë hidrocentrale Bistrica, hidrocentrali mbi lumin Mart? Përgjigja ime është se gjithçka u grabit. Dhe kjo u drejtuar nga politikantë. Shqipëria edhe nga këta gjyqtarë që janë, këta. Mos kujto se ka ndryshuar gjyqësori. Gjyqësori është vegla e korrupsionit, ndihmësja për shkatrimin e Shqipërisë. Këtë e dim. Se po të kishim gjyqtar, nuk ishte shkatruar gjitha e pasuri që ngritën shqiptar 45 vjet me lote, me gjake, me tjerës. Qa ndodhë në Shqipëri, përfundimisht, totalisht, ne kalon kotën zero, sikur s'kishte 45 vjet u rafshuar gjithë shka. U fshin nga truri, nga kujtesa, historia një populli. Keqa mirë, 45 vjet. Nuk hidhen poshtë. Arritën kjo klasë politike që të largën shqiptarët nga vendi. Këta janë të dy, socialist, demokrat. Këto ja bën varrin Shqipërisë. Këta ja bën, Sali Berisha. Po, zotëri, unë falenderoj për telefonatën, sepse na duhet të shkojmë në një moment të këshillave mjekësore në transmitimin ton, rikthehemi pas pak. U rikthyer, vijmë të jemi drejt për drejtës bashku me emisionin Shtypi i ditës. Edhe ju mirëpresim telefonatat e radhës në lidhje me temën e ditës, por dhe çështjet e tjera të cilat keni dëshirë që t'i diskutojmë së bashku në këtë mëngjes. Mirëpres telefonatën e radhës me teleshikuesit tanë, të cilët i falenderoj, pasi janë të shumë për çdo ditë, por edhe për gjatë dielave. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Mirëserdë, sot ju dëgjojmë. Po. Shko, diku problemi i kërkesës së tyre për të transmetuar lidhje, ata duan të bëjnë politikë më një motor. Unë shumë mendoj. Ata duan të vazhdojnë politikën, të bëjnë politikë, por mua nuk ka problem fare. S'ka nevojë fare që të bëjnë. Ashtu të bëjnë edhe kriminalat të tjerë që ka plot në Shqipëri. Kush don të bëj politikë? Vetë drejtësia në vetvete? Jo drejtësia. Kush? Kërkesa e atyre që bëjnë po, e politikanëve. E politikanëve, sepse ata kërkojnë të shfaqen në televizion, të na bëjnë akoma politikën, të na transmetojnë ato pafajësinë e tyre. Një institucion i cili vendos për disa ligje në këtë vend, por që në vetvete nuk respekton një ligj që e detyron atë të bëjë transparencë. Ky është diskutimi që bëjmë. Jo, domethënë, a është e dur apo jo e dur në aspektin publik, por dhe ne si media kemi të drejtë që ne t'i transmetojmë të gjitha dosjet përderisa nuk janë sekret dhe këtë ka një nen që e përcakton ligji. Pra të bësh drejtësi pa respektuar më parë ligjin për cilin ti je ngritur të bësh të drejtësinë, apo jo? Po mirë, unë e kuptoj edhe këtë, ndoshta media ka të drejtë që ta bëj këtë. Por problemi është që kjo e drejtë e medias do shfrytëzohen nga anë e tyre për të bërë thjesht propagandë politikën e tyre, e qartë, po. Politikën e tyre. Tu e kam muhabetin. Mirë, faleminderit shumë për mendimin që dhat këtë mëngjes në emisionin tonë, në Shtypi i ditës edhe ju. Mirëpresim një tjetër telefonues. Mirëmëngjesi. Po, ju dëgjoj. Alo, mirëmëngjesi. Zotëri mirëseardhët, po. Mirëmëngjesi, përshëndetje. Unë jam një shminator. Po?
Dhe nuk du të transmetohen live ato në gjykat, por unë kisha me thënë sepse shteti nuk interesohet fare, sidomos për ish minator, si ka mundësi me na dalë gjithë deputetet e Partisë Socialiste të gjithë kundra për statusin e minatorëve. Si ka mundësi të zhoj? A ka mundësi që të punoj në institucion? Ka 30 vite që kërkon statusin minatorit. Dhe nuk ka as interesim. Partia në pushtet është vetëm sa për të kaluar radhën dhe gjoja bëjmë politikë. Po unë i gjej dhe busht që ose kooperativistet, ose të gjithë fermeret, nuk marrin edhe shpërblimin e duhur për naftën, ose nuk subvencionon asnjë gjë shteti. E qartë. Shumë i drejtë shqetësimi juaj. Faleminderit shumë që u bët pjesë e programit tonë dhe bët publik nëpërmjet emisionit. Do mirëpresim një tjetër telefonat në këtë momente në lidhje me temën e ditës dhe jo vetëm. Përshëndetje, mirë se vini. Zotri, nuk ju dëgjoj. Mirëmëngjesi, po. Mirëmëngjesi, po ma keni problem dorë. Edhe njerë ju lutem? Alo. Po, mirëmëngjesi. Ma keni problem. Ato në arë me zhurëm shumë kja... Anë... Mirëmëngjesi. Po. Alo. Ju dëgjoj, zotri, mund të flisni direkt. U përshëndetëm, mund të thoni mendimin tuaj, po. Jam të... Mendimi jema. Shqipëria ka shumë të zeza, po që ta që mrapa i shola e mlojt zezat ma shumë, ma se që me qëtë popull që të va Shqipëria e mirë tjoka shqiptare, me shfar popull e gojnë në këtë Shqipëri. Me këj popull i zënzuar, me këj popull i shqirmën, këj popull që pranon me drejtu kofra ma pa vinë një dërë që drejtën Shqipnin e mirë Shqipnia. Një hajdut, një krye kriminal, një antik familjar, një pa vlera komtare edhe një... Ato nuk e di se kome e shukën Shqipnive shmira, kjo Shqipni i duhet zorë më mirë sigur i këtë adhjerë sot. Po ne jene të pëjtë tasime e fut, jam burg, po me kalu burgën e për të burgën. E jene të kalu me sigur me zdu nga fosë vetë, që të me drejtë sot e vejhesot, du me morë për shepin, po jo me 5 për të batia, po du me morë për me 6 fosë, një fosë e sot. E kështë që të populli shqilbën shqiptojë, që të popull që nuk e ka identitetë nuk njësë pas dhe vetën e vetë këtë popull. Dhe sot jetë këtë popull shqiptojë nuk ka për një vonë dhejtë Shqipërisë. Dhe ka me me në tërë, e ka me qenë shteti mëj pavlerë në rrugën të këtorë. Se veta populli që dënë zezën, veta populli që dënë në keni shtypën, veta populli që dënë në mëjtë përses një kry kriminell, një përses gjakatorë që në vitën që ja formu kjo partije kjebën antisiptare si quhet partijës. Partijës gjakëderë se komuniste shqiptare dhe socialiste gjakëpirë se kombit shqiptare. Dhe sot jetë kjo teorinë Shqipëria me këtë popull që janë që gjënëzuar Shqipëria s'ka me t'jenë, a s'ka për me t'jesë për poja, ja tërë të nëj, e në tërë të me në nënë, vetën për që i popullit shqirpën. Për që i popull që që popull nuk të lera për vetën e vetë. Që popull kur mëllë njëri pa familje, me familje përpunume, me familje të edicione, të kur në ka qitë atë gjilën, që në ka thonë, inteligenca atë edicione, që të bojnë o 83 kopila, edhe 83 kopila që në parlament tia, kur do të popull që do të dojnë për që këta... Mirë, sotri. Faleminderit për telefonatën tuaj, ndërkohë ne do të shkëputemi për një hapësirë shumë të shkurtër, për një këshill shëndetësore, mos u largoni, rikthehemi pas pak.
Unë ju falenderoj të gjithëve që edhe sot ishit pjesë e minutave të transmetimit të drejt për drejt e emisionit të përditshëm Shtypi i ditës edhe ju ishte kënaqësi të komunikonim drejt për drejt së bashku me telefonatat tuaja për dhënë mendimet dhe opinionet drejt për drejti, ndërkohë që ju ftoj të vijoni që ndroni me ne në orën 8 takojmë me edicionin e lajmeve dhe më pas me hapësira të tjera informative. Ka publicitet.